Shumë është akuzuar qeveria Kurti, madje kundërshtarët, por ndoshta edhe të tjerë të paguar nga Serbia, ndoshta e Rusia, shkuan aq larg pak ditë më parë sa shpikën që bashkëshortja e tij punon në Serbi. Gjithsesi, kjo nuk është hera e parë që Albin Kurti sulmohet për lidhjen e tij. Kurti është munduar ta mbajë sa më private marrëdhënien e tij me bashkëshorten dhe nëse hullumton pak e ke të vështirë të gjesh foto apo lajme në lidhje me marrëdhënien e tyre. Por në vitin 2019, Kurti bërë një rrëfim të rrallë teksa tregoi si u njoh me bashkëshorten e tij norvegjeze Rita Knudsen Augestad. Kurti shprehet se vajza e tij ka ardhur në jetë në vitin 2014 në kohën kur ai ka qenë i arrestuar disa herë. Gjithashtu, Kurti ka folur edhe si e ka njohur bashkëshorten e tij. Ai thekson se vajza dhe gruaja e tij kalojnë kohë edhe në Kosovë edhe në Norvegji. Në vitin 2014, ka lindur vajza ime dhe unë jam arrestuar disa herë për përdorimin e gazit lotësjellës. Në vitin 2014 ka lindur vajza ime dhe unë jam arrestuar disa herë dhe përdorimi i gazit lotësjellës i përdorur nga policia në protesta është bërë pikërisht në kohën kur vajza ime ishte 1 vjeç e gjysmë. Nuk mendoj se rrethanat familjare më kanë ndryshuar në këtë aspekt. Sigurisht nuk jam i njëjti si me familjen dhe si pa familjen. Për sa i përket bindjeve të mia politike dhe veprimeve që ndërmarr, nuk kam dallim. Me bashkëshorten time jam njohur në Prishtinë, ajo ka qenë gazetare dhe ka shkruar artikuj për një gazetë në Norvegji. Vajza dhe bashkëshortja kalojnë kohë edhe në Kosovë edhe në Norvegji. Ne gjatë verës shkojmë më shumë në Norvegji. Gruaja ime ka familjen atje dhe natyrisht unë do jem përgjegjës para qytetarëve të Kosovës. Por kjo s'do të thotë që unë s'do shkoj asnjëherë në Norvegji, shprehet Kurti, pavarësisht këmbguljes për të qëndruar larg kaosit të politikës në Kosovë. Rita Knudsen nuk ka mbetur dot pa u lagur. Bashkëshortit të saj, kundërshtarët i kanë kërkuar shpesh llogari se si një politikan që bën thirrje për të konsumuar produkte vendase, dashurinë në shtrat e konsumon me një norvegjeze. Ata më të qarturit dhe më spekulativët kanë vajtur edhe më tej. E kanë parë lidhjen e tyre jo si një fryt dashurie, por si një konvergim interesash agjenturore në dëm të Kosovës. Madje rreth 5 viteve më parë, apo ndoshta edhe pak më shumë, mediat shkuan edhe më thellë. Teksa postuan një lajm që Albini dhe Rita i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, por gjithçka ishte e pavërtetë. Gjyra e lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë përgënjeshtroi me një herë lajmin e dalë në atë kohë, madje me stilin e zakonshëm për të parë mbrapa tij një teori konspirative, akuzoi median që e përhapi se po i shërbente një agjende politike. Në një nga të paktat raste ku Rita Knudsen e mori fjalën në publik ishte për të përgënjeshtruar lajmin e ndarjes, por ndryshe nga zyrtarët e partisë të bashkëshortit, ajo e bëri këtë në mënyrën e saj, diskrete dhe njëkohësisht moraliste. Lajmet e publikuara nga media të ndryshme në Kosovë për relacionin me burrin tim, Albin Kurtin, janë qartasi plotësisht të pavërteta. Ky është një nivel i ri i ulët i atyre që shpërndajnë dezinformanta të tilla të turpshme. Unë jaftua ajo me një postim të shkurtër. Në fakt, Albin Kurti dhe Rita e kishin kurorzuar lidhjen e tyre me martesë 2 vite përpara këtij incidenti. Në mars të vitit 2014, ata u betuan përpara njëri tjetrit në Bashkinë e Prishtinës. Për 3 pjesëtarët e familjes Kurti nuk dihet më shumë se sa ka pranuar të rrëfejë vetë Albini. Ai ka thënë se me gruan e tij të ardhshme u njoh në kryeqytetin e Kosovës ku filloi pasionin mes tyre. Kohë më parë, duke folur për emisionin Konak të RTV Dukajgjinja, ai ka treguar: "Mendoj se jeta është pak misterioze dhe nuk dihet se ku të përplasin dallgët. Unë gruan time e njoha në Prishtinë, unë jam i lumtur me atë që ka ndodhur. Unë nuk shoh barriera për faktin se ajo është e huaj. Nuk kemi shef në familje, por kemi një lloj bashkëqeverisjeje", është rrëfyer ai duke dhënë edhe pak elementet se si rrisin vajzën e tyre Lea. Vajzës si flas shqip, por ajo e di edhe gjuhën norvegjeze. Në fillim kemi pasur probleme pasi që me gruan komunikoj në gjuhën angleze dhe kjo ka bërë që të hutoj vajzën. Tani ajo e di shqip më mirë se sa unë gjuhën norvegjeze. Por, pavarësisht se Rita ka mbajtur një qëndrim të distancuar nga politika e përtitshme e Prishtinës, bindjet e njëjta të këndvështrimet e ngjashme për botën duket se kanë afruar të dy bashkëshortët aktual me njëri tjetrin. Mediat në Kosovë, sidomos ato opozitare, kanë dashur të gjengjit për në kasht tek lideri Puritan, që ka denoncuar hajnat e qeverisë dhe shtetin e kapur, kanë zbuluar se ata kanë koncepte të përbashkëta për shumë çka ndodh në vendin e tyre. Kështu ato kanë raportuar se Rita ka mbajtur në tetor 2010 një raport kritik për mënyrën se si ndërkombëtarët kanë udhëhequr privatizimin në Kosovë.
Të rilexohet edhe sot ky dokument përgatitur për llogaritë një instituti në Norvegji, që fjen re shëndrimet kritike të majta të ngjashme me ato që ka pasur vetëvendosja për shpërndarjen e pasurive të përbashkëta të Kosovës. Një tjetër rast është edhe ai i akuzave me të cilat e kanë shigjetuar Albin Kurtin se nuk është tehet i vendosur në goditjen e islamit politik dhe se i përdor radikalet musliman si vegla për të mbledhur vota. Në fakt, ashtu si shumë të tjerë perëndimor, Albini nuk e sheh rrezikun e islamit politik të palidhur me shkaqet e marginalizimit dhe të pabarazisë shoqërore, dhe duket se këtë bindje e ndan edhe me gruan e vet norvegjeze.